Jemi rikthyer sërish në studio, diskutojmë tani më gjërësisht për sa i përket pushtetit vendor në vendin tonë, sepse javën e kaluar u njoftua ngritja e Akademisë për Pushtetin Vendor, e cila në fokus do të ketë përgatitjen e burimeve njerëzore në rrugën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Fokusi do të jetë përthithja e fondeve. Do diskutojmë njëkohësisht edhe në lidhje me prioritetet e bashkive për vitin e ardhshëm. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Agrona Xhimali, drejtori ekzekutiv i Institutit për Bashkitë Shqiptare. Zotin Xhimali, mirë se erdhët. Mirë u gjetëm, faleminderit. Tani si me Akademinë është një risi, sepse ne shpeshherë kemi diskutuar edhe bashkë në studio, nuk është se kam pasur një eficiencë, nuk është se ka pasur një performancë të mirë në thithjen e fondeve që janë dispozicion. Janë aty, por është e pamundur për t'i marrë. Kjo Akademi realisht mendoni se do ta arrijë objektivin e saj? Shiko, dy gjëra. Ju thatë që ngritja e kësaj akademie do ndihmoj rritjen e kapaciteteve. Ai është qëllimi. Ai është qëllimi. Për sa i përket thithjes aftësive për të thithur para. Shiko, viti 2025 shënon tregues të dobët të shpenzimit të parave që kanë 61 bashkitë e Shqipërisë, qoftë para të buxhetit nga qeveria qendrore, transfer të tyre, qoftë dhe të ardhurat që ato mbledhin veça, do thotë që nuk është gjë e mirë, duhet të ishin treguar planifikues më të mirë, menaxhues më të mirë, me qëllim që parat të ishin shpenzuar sipas kalendarit vjetor dhe buxhetor, për arsye fare tjerë se nuk ekziston luksi për t'i mbajt ato para pasi nevojat e qytetarëve. Edhe tek qeveria qendrore është një njëjti problem. Pjesa më e madhe aktualisht për buxhetin e 2025-s, 23% e shpenzimeve kanë mbetur të shpenzohen për një muaj gjatë dhjetorit. Ku është problemi? Për mendimin tim janë burokracit, janë elemente Base nuk bëhet planifikimi mirë të vitit. Sigurisht dhe planifikimi, po janë burokracit që lidhen me prokurimet, me tenderimet, me ankimimet, me gjithë këto proceset që ndjek cikli i shpenzimit të parave. Sigurisht ka edhe një farë, duhet ta themi, një farë të kurrje, një farë mpirje të administratës lokale për të qenë aktive në këtë proces, pasi tashmë ka dhe një farë frike, një farë paniku, sepse çështja e prokurimit, e tenderimit tashmë ai duket sikur sa herë përdor këtë term ke spakun nga pas. Kjo nuk është gjë e mirë dhe nuk më pëlqet të zbato legjislacione, s'ke punë fare me spakun. Pra ka dhe elemente të tjerë, mund të jenë dhe element edhe të qëllimshëm, me qëllim që ti shpenzojmë për një moment të dytë, por edhe element korruptiv që i rikthejmë tenderat qëllimisht me qëllim që të shmangim njërin fitues real apo jo. Pra është komplekse situata, por nuk është e ndershme. I kthehemi çështjes së Akademisë së Qeverisjes Vendore. Unë personalisht nuk kam qenë optimist për çështjen e kësaj akademie, pasi mendoj që nuk është ky nevoja dhe prioriteti bazik i qytetarëve shqiptarë apo i bashkive shqiptare. Nuk ka ujë në Vlorë, nuk vjen për faktin e akademisë, nuk pastrohet Tirana, nuk e ka fajin akademia. Pra, mënyra se si trajtohet çështja, unë e kam parë sot, është një risi shumë e madhe, është kjo, ajo nuk është absolutisht asgjë fare, por kur them asgjë, nuk do ketë asnjë vlerë të shtuar, do jetë një monotoni e trajnimeve me kurrikulat përsëritura. Asgjë, do zëvendësoj rolin e trajnimeve që bën shoqatat e bashkive. Është një duplikim. Po bëjnë organizatat të ndryshme, institucione të ndryshme. Plus pastaj që pse duhet ta rëndojmë taksa paguesin qytetar, se ato para do dalin nga taksa paguesit, nga ty, nga unë, nga di shpenzimet, duhet paguaj qytetar, po bashkitë nga i djerrin. Që i mbledhin qytetarëve. Po pra edhe nga qeveria i pjesë, nga bashkia pjesë, një pjesë, 50 me 50, pastaj do mbulohen gjithë nga bashkitë. Por çështja është e tillë, për mendimin ka dy gjëra. E para, nuk pavarësisht se si thuhet, në bindjen time historike, unë e njoh pushtetin vendor shumë mirë. Kjo është çështje që është ngritur disa herë dhe asnjëherë nuk është pranuar nga qeveritë e mëpërpashme, as nga vetë bashkitë. Vinë si iniciativa të projekteve të ndryshme, edhe këtë Shqipëria ka një gabim shumë të madh që vjen një i huaj që punon në një projekt,
edhe hedh një ide, edhe gjithë shkojnë pas kësaj ides. Ai mbaron projektin, hikën në vendin e tij, ne vuajmë po ideja rri këtu që e vuajmë ne. Pastaj ka dhe gjë tjetër, Lidion, shiko. Ne kemi, Shqipëria ka institucione certifikuara për trajnimet administratës publike, që është Departamenti Administratës Publike, është Shkolla Administratës Publike, kjo ASPA, të cilën janë të certifikuar, janë institucione serioze për hir të së vërtetës. Po normal, tash pse po krijon ti dhe një tjetër, edhe një mbivendosje. Pastaj, ne jemi një vend shumë i vogël, por pse duhet ne të ndërtojmë institucione dhe agjensi pa fund? A nuk do ishte mirë që kjo ASPA, pra Departamenti Administratës Publike, ashtu siç trajnon zyrtarët e ministrisë, të trajnoj dhe zyrtarët e bashkisë. Qëllimi është të integrojnë për qëllimin e përbashkët, jo të ndajnë, ti je lokal, ti je qendror. Edhe janë më thjesht të ndërthurur edhe më të ndërthurur, pa diskutim. Po pse mua ti më trajnon vetëm për të qenë bashkiak? Unë duhet të punoj sot në bashki, nesër shkoj në ministri. Pse më trajnon ti vetëm për të qenë qendror? Unë nesër punoj nga ministria, kam interesin tim, shkoj punoj jurist në bashki. Pra shiko, çfarë rregulla të integrimit përdor sot sistemi jonë, unë mendoj që nuk do ketë në qëndrueshmëri shumë të madhe, por edhe njëherë për ta përmbyllur. Qeverisja vendore ka nevojë për reforma në shtyllën kurrizore, në themel, nuk ka nevojë për këto aksesorët tjera. Megjithatë, është nevoja, zotja Xhimali, që pushteti vendor të performojë jo mirë, por shumë mirë nga që performon aktualisht, sepse ne kemi diskutuar, ka mungesë të eficiencës, të performancës në shumë drejtime. Ka fonda aty të Bashkimit Evropian që nuk arrin pushteti vendor t'i thithë? Shiko, fondet e Bashkimit Evropian është e vërtetë që nuk po arrin t'i thithë aq sa duhet as 61 bashkit, as qeveria shqiptare. Tashti ky është realiteti. Ti marrësh ato fonde, duhet shumë mund, shumë djerë, shumë aftësi, shumë kapacitete. Pasi ato para nuk jepen thjesht me i cop letër, ato duhen studime shumë të mira, duhen përgatitje shumë të mira, duhen arsyetime shumë të mira dhe ndiqen e monitorohen, kontrollohen, vlerësohen shumë mirë. Në këtë situatë duhet mendohet jo një herë, por 100 herë kur të aplikosh për t'i marrë ato para dhe ja 1000 herë për t'i zbatuar, se për ndryshe pastaj do ndeshe me probleme, si që jemi ndesh me këto çështjet e bujqësisë apo me probleme të tjera. Por impakti është çfarë ju jep qytetarëve me këto para. Sigurisht me performanca nuk është aty ku duhet, ka nevojë në fakt, por ka nevojë të gjenë mekanizmat të tjerë, mekanizmat që mund të vinë vetë vlerësimi që kanë bashkitë, jo nga mënyra të imponume, apo nga mënyra vertikale, apo anësore. Duhet përcaktojnë vetë zyrtarët bashkisë, çfarë ju mungon atyre. A kanë realisht pavarësi bashkitë, zotja Xhimali, për të në mënyrë të pavarur ta evidentojnë çfarë i mungon atyre, ku duhet fokusohen? Apo janë sërish, sepse ai që t'jep parat nga i edhe i varur? Lidion, shiko, tashti unë jam partizani decentralizimit edhe kritik historik edhe permanent i mënyrës se si qeveria sillet ndaj decentralizimit. Por amaj edhe i gjë duhet ta pranojmë, nuk është se ju ka munguar pavarësia bashkive, ligji 139/2015, është një ligj i mirë, aty brenda po të futesh mund gjesh probleme, po fryma është pozitiviste. Kush i ka penguar bashkitë që të aplikojnë pri projekt madhor për shemb? Askush i ka penguar bashkitë. Kush i ka penguar bashkitë? Pra jemi tek normat e decentralizimit. Të mbrojnë të shkarkojnë ligji i përcakton, i jep si përgjegjës kushtetues dhe ligjor për emrime shkarkime, i jep si përgjegjës dhe si autoritet për të bërë shpenzime, për të vjelur taksa, për të shpenzuar buxhetin. Tashti, se sa është shkalla e decentralizimit, kjo është diskutueshme në çdo vend botës, jo vetëm në Shqipëri. Decentralizimi nuk është një stacion që po arrit aty e ke mbyllur dhe do shkosh gjokmundi. Çështja është sa je i aftë ti si kryetar, ti si këshill, zyrtar, nënkryetare, struktura e asaj bashkie, nga pikpamja menaxheriale, nga pikpamja leadershipit, nga pikpamja administrative ta menaxhoj buxhetin, sepse vërtet unë kam dëgjuar
Edhe gjithon, na mungo kjo kompetencë, na mungo kjo, duhem të marim këtë, të marim atë, edhe unë them po shumë mirë, ju i doni gjithë, po a ka mundësi të më thoni, këtë që e keni kompetencë 100%, a e bëni? A e keni performuar plotësisht ju, jo, po ti tashti si e në gjendje të furnizosh me ujë, e më thu, duhet bëj dhe mbetje. Ti akoma nuk je në gjendje të sigurosh menaxhim të integruar të mbetesh, ti kërkon kompetenca vazhdimisht. Nuk i kritikoj se kërkojnë. Por jam kritik pse nuk bëjnë këtë që kanë në dorë. Dhe prandaj çfarë ka ndodhur vitin e fundit? Centralizim prapë. Kemi rikthyer tek format e centralizimit. Kjo nuk është metoda më e mirë, por performanca jo e mirë e bashkive, e shpje ujtin te kryeministri që thotë, por a e patët, ju se boni, po pse unë do të lej tashti qytetarët në mëshirën tuaj, rruga e kryeministrit është e gabueshme në fakt sepse ka nevojë për rrugë tjetër për të rritë kapacitetet e njësive të qeverisë vendore, me mjete financiare, me asistencë të brendshme apo dhe të jashtme, të gjithë mekanizmat me llogaridhënie më të madhe që të forcohet bashkia, jo sa herë gjej një defekt ju merr përgjegjësinë. Pra është komplekse situata, por në termat e decentralizimit bashkit për kaq sa kompetent duhet të performojnë më mirë sipas raportit dhe mbylla me këtë të 2 viteve të fundit të Ministrisë Pushtetit Vendor, nëse bëjmë një panoramë të përgjithshme të treguesve të performancës, 50% e bashkive kanë një performancë të dobët, 50% e tyre kanë probleme me taksat, me të ardhat, me shpenzimet, me menaxhimin e burimeve njerëzore, me thithjen e fondeve, çfarë do thotë që mund të ngeli në klasë. Zotja Xhemali, një pikë tjetër ku pushteti vendor do trajnohet është edhe reforma territoriale që është duke u diskutuar. Ka nevojë për të kualifikuar, për të trajnuar në këtë aspekt? Shiko, reforma territoriale është reformë politike, pavarësisht që ajo ka të kuptimin administrativ, por është reformë politike. Politike në shërbim të zgjedhjeve? Në shërbim, tashti këtu të ndalojmë, por them ta qartësojmë, janë reforma politike, janë reforma që sigurisht mund të kenë burim informacioni kryetarët të zgjedhurit administratën, por nuk janë ato aktorët, ato janë përfituesit dhe zbatuesit e reformës. Por është vullneti politik ai që përcakton nëse duhet apo s'duhet bërë reforma territoriale. Nuk mendoj se zgjeni lidhje të trajnimit të zyrtarëve vendor për çështjen e reformës territoriale. Zyrtarët vendor, këto 40.000 punonjës që ekzistojnë sot në trupën e 61 bashkive, 1.600 këshilltar, 340 administrator, 3.000 kryetar të fshatrave, janë ato të cilët me veprimet, mos veprimet, me sjelljet e tyre burokratike, me sjelljet e tyre administrative, me shërbimet që ato kanë dhënë me atë sasi dhe me atë cilësi, kanë prodhuar nevojën për të bërë reformë territoriale me qëllimin për t'i u dhënë qytetarëve një shërbim sa më të mirë. Mënyra se si do të bëhet, mënyra se si do të operohet nga pikpamja politike, ngel për të riparë. Në aspektin territorial apo gjeografik, si është me mira, Zotja Xhemali, në opinionin tuaj që e njihni jashtëzakonisht mirë pushtetin vendor? Është nevoja për të riparë, e kam thënë prej shumë vitesh, kjo që kemi nuk i dha rezultatet, dhe thash, po i referohemi spaku 2 raporteve të fundit, apo 3 raporteve të fundit të ministrave të përkatës të pushtetit vendor, që çdo vit kanë raportuar që 50% e bashkive performojnë dobët, kryesisht bashkitë e vogla dhe të mesme, por jo vetëm. I përkas faktit që ka nevojë të rishikohet jo thjesht në numër, jo thjesht në gjeografi, por të shikohet sistemi i qeverisjes vendore në Shqipëri, dhe vazhdoj të bëj apel dhe gjej rastin në fund këtij viti për televizionin tuaj dhe studion tuaj, që kjo reformë duhet parë në mënyrë komplekse në rregullimin e sistemit territorial që shkon për kufit administrativ të bashkisë që mund të krijojë një numër më të vogël bashkish, mund të krijojë një numër më të madh bashkish, por duhet rregulluar.
Duhet të shkojmë për të rregulluar sistemin administrativ, çfarë do thotë, duhet të shikojmë normat, aktet, funksionet, përgjegjësitë e qeverisjes vendore. Do t'i lejmë kështu siç janë, do të ecim me tendencën siç jemi sot që menaxhimi i mbetjeve, ujësjellsa, transporti publik apo këto agjenci tjera qendrore po ju marrin kompetencat bashkive, çfarë do ju lejmë bashkive, te vendos vullneti politik pavarësisht pikpamjeve të mia që një reformë e dytë duhet i forcoj bashkitë dhe t'ju lej përgjegjësi dhe t'ju kërkoj llogari, jo t'ju marri funksione dhe përgjegjësitë, po gjithsesi politika e vendos dhe thotë unë gjykoj që ujësjellësi do të jetë qendror, s'kan punë bashkitë, menaxhimi i mbetjeve do jetë qendror, s'kan punë bashkitë. Dakor, po ta kyte. Bëje, po mirë, aty ku dështuan merre bëje, por ama ato set funksione që do ju alësh bashkive, duhet ju afaturosh plotësisht me mjet, duhet ju faturën financiare. Edhe duhet t'i shikojmë edhe një aspekt tjetër tek burokracia, sepse në qoftë se ju hek një pjesë e përgjegjësive, si ka mundësi që edhe buxhet ju shto, edhe numri punonjësve shtohet. Pra ju hek përgjegjësi dhe kompetenca, ju rrit parat edhe rrisin dhe numrin e punonjësve. Kjo nuk kanë kuptim. Pra edhe si ky sistem duhet rregullohet, pastaj çështjet e sistemit financiar. To që ne diskutuam pak më parë, sa do ta kemi shkallën e decentralizimit fiskal, çfarë do ju lejmë atyre të bëjnë, sa do kenë diskrecion, çfarë lloj taksash, tarifash do të mbledhin, sa do të jenë të lira ato për të taksa tarifat, taksa tarifat. Taksat dhe tarifat, llojshmëria e tyre, edhe kjo ngel për tu parë, dhe këtu ka modelet në mund t'ju lihet bashkive, mund ta marrë qeveria dhe ju andatyr. Pra rëndësi ka të specifikohet, ketë vi ndarse të prerë, dhe shumë e rëndësishme për mendimin tim është sistemi zgjedhor. Do i zgjedhim sot këshillat bashkak me këto listat profesionale, ku pjesa më e madhe e këshilltarëve të bashkisë, jo vetëm në Tirana është simbolike në fakt që këshilltarët përfaqësojnë vetëm një zonë, një jurisdiksion shumë vogël territorial në qendër, pjesa tjetër ngelet e papërfaqësuar. Kryetari i këshillit kryetari i bashkisë do zgjidhet në mënyrë majoritare apo nga listat e këshillit, dhe kjo ka avantazhe, disavantazhe. Do ta kemi me një mandat, do ta kemi me 3 mandate kryetarin e zgjedhur apo me 2 mandate. Unë them të ketë 2 mandate me qëllim që mos krijojnë monopol politik. 2 mandate janë mjaftueshëm për punën. Për mua po, sepse shiko, krijojmë ai kryetar për 2 mandate ka këtë avantazh që fokusohet për një periudhë të caktuar. Dhe realisht punon intensivisht. Punon intensivisht, por edhe duke qenë se 2 mandate në terma kohor janë më të ngushtë se sa 3, ka mundësi të jenë më aktiv edhe të tjerë pretendues, pra nxisim leadership tjetër. Dhe në këtë mënyrë është edhe vjueshmëria e ka dhe vjueshmëri të punëve, pra ka interes të tjerë për ta rigjallëruar, për ta ndezur atë debatin publik, sepse kur mendoj një kryetar 3 vjet investoi, ai që mund të mendoj që do rikandidoj herë, por i kaluan 12 vite që shkon gjatë. Pra dhe ky aspekt ka nevojë për të riparë. Pra këto janë ato 4 shtyllat kryesore, dhe fundi për ta mbyllur. Duhet gjejmë atë model që na përshtatet Shqipërisë, dhe mos harrojmë që lëvizjet demografike në fakt na kanë çuar që duhet mendojmë mirë për ta bërë këtë reformë territoriale, se si jemi më as 2.8, as 2.4, po tashti shifrat tregojnë që kemi dyshit. Po kemi një rrudhje shumë të madhe, dhe reforma në nivel e parë qeverisë vendore ka të domosdoshme, dhe reformën e institucioneve të tjera, siç janë këshillat e qarqeve, edhe ato duhen ripar, por paralelisht me këto është mirë pra të shikojmë edhe mënyrën se si vendosen dhe institucionet e dekoncentruar, institucionet të qeverisë qendrore në teren. Ministria për Pushtetin Vendor, mendoni se duhet të ketë një rol më të fortë? Shiko, unë gjithmonë kam i përkas faktit që edhe pse jemi i vendi vogël,
pushteti vendor, për sa kohë jemi në këtë tranzicionin demografik të pa fund. Të pa fund, tranzicioni gjatë, ta kemi një ministri të pushtetit të vendor, që të kujdeset, jo ta patronazhoj, të kujdeset për politika dhe tjetë ura lidhse midis pushtetit vendor dhe qeverisë. Cila është e vërteta për vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet tjera? Nuk kanë. Nuk kanë një ministri. Jo, të themi gjërat drejt. Nuk kanë ministri të dedikuar, si që kemi ne. Por edhe këtu duhet sqaroj për teleshikuesit. Edhe ne kemi të pa portifolio në gjë shumë madhe, po megjithatë po të llogarit strukturën i ka dhe ajoja 50 të punojës me gjithë agjensinë. Unë vetë, po t'isha, do kërkoj një ministri me portifol, një strukturë të konsoliduar solide, për shkak të nevojave që nuk ke. Për shkak të nevojave, i qëndroj asaj. Zotat Xhemali, dhe një pyetje, në lidhje me buxhetin, por njëkohësisht edhe rëndësinë që ka planifikimi shpenzimi i dur. Ne thamë që buxheti për 2026 është 47.3 miliard lek. Vetëm transferta qeveritare, e bashkuar me të gjithë të tjerat mund tjetë mbi 1.2 miliard euro, që do të thotë Lidion është një buxhet shumë i mirë, nga rritja, pra krahasuar me vitet e më përpashme, por krahasuar me nevojat reale, sigurisht ngel problematik, krahasuar me vendet e rajonit, sërisht nuk jemi më të këqit, po si jemi më të mirët për bashkit. Çështja është ajo që ne diskutuam në fillim. Si shpenzohen? Po si shpenzohen dhe kur i shpenzohen, se nuk i shpenzohen dhe a shpenzohen si duhet dhe kush janë prioritetet. Tashti, për mendimin tim, nuk duhen toleruar bashkit në këtë aspekt, ka nevojë gjejmë mekanizma të kërkesës së llogarisë, nga institucionet, nga qytetarët, duhet të ndërtojmë një mekanizëm të tillë në fakt, sepse kështu nuk mundet të shkohet, të t'jap 100 lek, të dedikuar se i ke kërkuar për shpenzime, për ujë, kanalizime, menaxhim detesh, rrugë, edhe ti më thua në fillim të fund nëntorit, në fillim të dhjetorit që kam 20-30% të pashpenzuar. Dhe nuk është e justifikueshme, ma bën krejtësisht të pamundur aftësinë dhe kapacitetin për t'i shpenzuar për një dhe gjitha kjo është shërbimi munguar për të parë. Edhe është kjo shërbimi munguar. Nuk ekziston ky luks, siç e thash pak më parë, ndaj kërkohet një planifikim më i mirë, më racional, më i drejtë, mos të fryen shifrat, vendos administrator në punë të ndërtoj projekte, të bëj shpenzime në interes qytetarë. Nëse demonstrojnë këtë mungesë aftësisë dhe kapacitetesh për të shpenzuar para, atëhere edhe unë si mbrojtës i tyre më bie të shkoj në logjikën e politikës qendrore, thotë ka nevojë të rishikojmë në tërë aspektet reformën, bashkitë. Pra, unë nuk e dashuroj këtë lloj qasje, por duhet ka nevojë të gjejmë mekanizma lidhje. Nuk mundet të vazhdohet më kështu. Tash ti kërko para, ke probleme me ujin, kërkon para për ujin, ke para dhe ti nuk je në gjendje ti shpenzosh. As në rrugë, pa ti kupto fare mirë që ti po përmbytesh, ti ke para për ujësjellca, për kanalizime, për vaditje, për rrugë rurale, çfarë pret që nuk i shpenzon? Në këtë aspekt thash buxheti shumë mirë që është rritur, topi është në dorën e 61 kryetarëve të bashkive. Ato duhet mos jenë nën presionin politik, mos të orientohen nga rrymat të tjera të intereseve të grupeve të caktuara për shfrytëzimin e këtyre kanaleve dhe të burimeve financiare, të shpenzojnë parat në dispozicion të qytetarëve, në dispozicion të atyre që kanë bërë kryetar bashkie, në dispozicion të atyre për cilën ai është votuar për t'u kthyer shërbimet. Në të kundër do vazhdojmë të kemi probleme, do ndeshemi mungesë shërbimesh. Zotja Xhemali, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit juve.